Good morning and let me Mirëmëngjesi. tell you that I Më lini t'ju them was a bit concerned when I entered që the isha pak i shqetësuar kur hyra në sallë, AM and you were all sepse here, ora 9 dhe ju të gjithë jeni këtu. which may mean that you didn't have a long Që night mund të last nën night. kuptoj që nuk e keni patur të gjatë natën mbrëm, siç ndodhi me konferencën e kaluar në të njëjtën sallë. When I came I found Kur- no one, Kur erdha, nuk gjeta asnjë. but maybe Por ndoshta, it's also a good sign because kjo është edhe shenjë e mirë, covering risks. sepse të mbulosh rreziqe, duhet patjetër që të flini gjithmonë mirë. Faleminderit shumë që jeni And këtu. I hope my outfit shows Dhe you shpresoj how që seriously veshja I take ime this t'ju speech. tregoj se sa seriozisht e ka marrë këtë fjalim. And I was very delighted to see again in Tirana the master of Në fakt isha shumë i kënaqur të shoh sërish në Tiranë drejtuesin e ceremonisë Ari Aslan, mikun tim të dashur tërk që ndodh që është gjerman, with whom we me të cilin share joyfully stages, but in this ndajmë gzimplot skenat, por në këtë rast thjesht më duhet të flas vetëm e shpresoj që nuk do t'jemi case, mërzitshëm. while trying to cover Ndërkohë që aspects of përpiqem të mbuloj aspekte të struggle detejave tuaja të përditshme në një botë more and more in risk. që sa vjen e And in a është time në when we find rrezik ourselves e në një kohë ku e gjejmë veten surrounded të rrethuar by more risks nga and boundaries. më shumë rreziqe se sa kufi. Cyber threats, Ndryshimi i klimës, kërcënimet kibernetike global market fluctuations, dhe luhatjet e tregjeve globale janë sfida që na ndikojnë të gjithëve and demand for dhe që kërkojnë prej nesh innovative and inclusive solutions. zgjidhje novatore dhe gjithëpërfshirëse. The trouble is that the window Problemi of është që meeting global climate dritarja targets is për të closing very, përmbushur very fast. objektivat e klimës po mbyllet me shumë shpejtësi dhe pasojat e mosveprimit Shaping our po economy formsojnë tashmë ekonomitë tona very dear prices dhe for po our daily lives. imponojnë një kosto shumë të shtrenjtë në jetën tona të përditshme. Në këtë moment përcaktues është ta përmendsh që The insurance industry industria e sigurimeve a tremendous challenge. është përballë një sfide të jashtëzakonshme It's in front dhe po kështu of very difficult choices. është përballë zgjedhjeve shumë të vështira në një përpjekje për të kthyer rrezikun në rezistencë dhe në siguri të And përbashkët. more, today's risks are E gjithmonë më tepër rreziqet e sotme janë thellësisht të ndërlidhura. Kërcënimet ndaj klimës që e njohonte pasiguritë financiare, ndërkohë që ndërhyrjet kibernetike ndërthuren me stabilitetin ton ekonomik dhe harmoninë shoqërore. can Ato also heighten ndërlidhje që nxisin rritjen mund të rrisin edhe dobësitë tona. Për siguruar një të ardhme të qëndrueshme, na duhet të përqafojmë një qasje tërësore ndaj rezistencës që merr në konsiderat morinë e sfidave me të cilat përballen familjet, bizneset e kombet. Për ekonomitë më të vogla, pasojat e këtyre rreziqeve globale janë të amplifikuara. Ndërkohë që përballemi me të njëjtat kërcënime si vendet e mëdha, shpesh na mungon rezistenca financiare, forca institucionale dhe mbulimi i nevojshëm i sigurimeve që ti përballon